titullin e librit, From Pitch to Punch. Pse ky titull? Apo na i përkthejnë për zojat? Patjetër, nga një pjeshk. Pjeshka është ai frut që është i ëmbël, si but, në shpesh herë edhe në Shqipëri themi, e bërë si pjeshk, sot i bërë këndshme. Okej. Por kjo faktikisht simbolizon më tepër qenurit femër. Mendoj që çdo femër është pak, jo është pak, por është ëmbël, është e brisht. Është pjeshk. Është pjeshk, pak pjeshk. Çdo femër është pak pjeshk. Edhe unë jam ende pak pjeshk, por mendoj që me vitet unë jam për një goditje, edhe jeta na godit pak, rrugë. Kështu që... A i bjen ti për vete e ke shkru një pjeshk goditse? Jo, si të bëhemi nga një pjeshk në një femër goditse, një femër që ka autoritet. Janë 69 këshilla për një tim më të fortë, po. Okej, interesant, faleminderit shumë për shpjegimin. Jam munduar të gjej një titull në Shqip, por nuk e gjeta dot. Shko edhe, tash përshkoj edhe më tutje unë, edhe prapa te është 69, që edhe kjo është provokative tash. Shika, unë vija fushë e marketingut, unë jam tregtare, kështu që natyrisht që të zgjidhet diçka që godet syrin, por jam edhe shumë vizuale. 69 është një numër që figuron pa fund shmërin, nuk ka fund. 8 këshilla do ishin pak. 69 thash janë më shumë. S'ka fund. Jo, s'ka fund. Kështu që thash 69 këshilla është një numër shumë i bukur, edhe po më marrim këto si numër, edhe unë mendoj që zhvillimi personalitetit nuk ka fund. Ne gjithmonë duhet jemi të hapur për të përmirësuar. Okej, faleminderit shumë. Je një grua që ke disa profesione në vete. Talente. Po talente po i qonë, po edhe i ushtronë si profesione, se di cilën më shumë, po cila është sfida më e madhe të qenit e tillë? Ekuilibri. Okej. Ekuilibri është shumë i rëndësishëm. Janë 2 sfera të ndryshme, unë parimisht jam në fushën e sigurimeve të financave, ku jam si përmarrëse në Gjermani, në nga ana tjetër, autore dhe prezantuese një emisioni. Në gjermanisht ka një fjalë shumë të bukur, quhet, domethënë profesion, quhet beruf, dhe berufung, përkthehet thirrje. Dhe kjo e dyta është tek unë më tepër një berufung, është thirrje. Është diçka që mua kurs jam munduar ta lë, po kurs më ka lënë mua, edhe unë duhet ta sillja me patjetër në jetë një emision, një aktivitet, një projekt timin në televizion. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, Adbora. E do atë kaloj tash tek Kosovarja. Kemi hulumtu. Shije qa gjetëm. Raporti ideal mes çiftit është që ne vajzat duhet me qenë boss. Ideale për një femrat, për meshkujt s'besoj që u pëlqen shumë. Ja, për çiftin ke fol. Për çiftin kjo